Mirë se u gjeta. Mirdita shqiptar, mirdita zonja dhe zotrin, demokrat dhe demokrate, mirdita lideri Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Doktor Berisha, ju jeni gjëndur gjithmonë pranë shqiptarëve,
në ditët e tyre më të këqija dhe do t'i prini ditëve më të bukura të shqiptarëve që do të fillojnë pas 11 majit. Të dashur miq, në këtë rrugtim të gjatë të emigrimit, ju keni mbjell durim, keni luftuar dhe keni besuar. Dhe ashtu siç thot dhe urtësia, kush mbjell durim korr shpresë. E ajo shpresë na bashkon sot këtu, si një fryt i qëndresës son me rrënjë të thella në MMD. Tani ju ftoj që të nderojmë himnin kombëtar, shqiptar dhe atë grek. Tani kam kënaqësinë të jap fjalën kryetarit të Partisë Republikane, zotit Fatmir Mediu. Të dashur motra dhe vëllezër, ju falenderoj nga zemra për këtë pritje madhështore dhe miqësore. Po më lejoni që ta filloj fjalën time me një histori personale. Vllai im më i madh shpëtimi në vitin 1991, ashtu si ju mori rrugën e mërgimit, maleve për të ardhur në Greqi, në Athinë. Me ditë tëra rini me zemër të ngrirë, duke pritur telefonin se ku ishte. Ashtu si të gjithë ju, ndroi një jetë më të mirë, një botë më të mirë, jo vetëm për veten e tij, po për të gjithë familjen tonë. Dhe dua ta falenderoj këtu atë sot, ashtu si dua t'ju falenderoj të gjithë juve, që në çdo moment punës tuaj, të jetës tuaj të vështirë, të fillimeve jashtëzakonisht vështira, nuk menduat vetëm për veten tuaj, por menduat për familjet tuaja dhe për Shqipërinë, duke pasur gjithmonë atë në zemër. Ne sot, si shqiptar, ndjejmë dhimbjen për njëkohësisht edhe krenarinë, se edhe pse jemi shpërndar në të gjitha vendet e botës, prap jemi sot të gjithë bashku. Ju nuk e latë Shqipërinë se doni të largoheshit prej saj. Ju e latë nga varfëria, pasiguria, sepse qeveria e Edi Ramës në 12 vjet largoi më shumë se 1 milion shqiptar, duke kthyer këtë në një politikë të vetën për të kontrolluar shtetin dhe jetën tonë. Ne të gjithë jemi krenar për ju, por Shqipëria është e paplot pa ju. Sot Shqipëria ka nevojë për ju, motra dhe vëllezër. Ka nevojë për dijen tuaj, ka nevojë për përvojën tuaj, që nuk është shuar kurrë, për dashurinë që keni pasur dhe keni për Shqipërinë dhe familjet tuaja. Tavolina dhe sofrat shqiptare sot janë të përgjysmuara, ku në to ulen vetëm prindër pa fëmijë, gjyshe dhe gjyshër pa nipër dhe pa mbesa. Shqipëria ka nevojë që të kthehet në një vend ku ne të jetojmë gjithë bashku dhe ndërtojmë lumturinë me atë që na ka falë Zoti. Vendin tuaj në Shqipëri e ka zënë varfëria,
papunësia, krimi, droga, korupcioni, pasiguria dhe përbuzja e Edi Ramës dhe qeverisë socialiste. Shqipëria është vendi ynë, Shqipëria është vendi juaj dhe ka nevojë për ju. Të mos e lëmë në dorë të krimit dhe të korupcionit dhe papërgjeshmërisë dhe përbuzjes. Para 2 ditësh ne ishim me doktor Berishën në Kavaj. Dhe mi tanë europian në mënyrë të qartë deklaruan se Europa nuk është pasaport. Shqipëria është Europa, por Shqipëria e cila respekton njerëzit e vet, lirinë dhe dinjitetin, respekton pronën, lufton krimin e organizuar dhe korrupsionin. Nuk është Europa që na ka mbajtur larg, por është qeveria Rama, e cila me korrupsionin, krimin e ka mbajtur Shqipërinë larg Europës. Prandaj, data 11 maj është data juaj, është dita juaj, është jeta jone e përbashkët për ndryshuar Shqipërinë. Prandaj, le ta kthejmë këtë ditë në një ditë të triumfit të shqiptarëve që duan vendin e tyre, të bashkimit familjeve, të bashkimit ton për një Shqipëri me dinjitet, për një Shqipëri me liri, për një Shqipëri me prosperitet ekonomik, që atë që na i ka falë Zoti nuk mund na i marrë Edi Rama. Në çdo Motra dhe vëllezër, shumë nga ju janë regjistruar për të votuar, por do t'ju lutesha në këto ditë të fundit, të trokasim në çdo zemër shqiptari në Selanik dhe në Bar Greqin. T'i kërkojmë atyre të vinë dhe të votojnë në Shqipëri, ata që nuk janë regjistruar. Të votojnë për Shqipërinë, për familjen e tyre. Të votojnë numër 1, Shqipërinë madhështore, sepse Shqipëria madhështore jeni ju, janë njerëz të thjeshtë. Motra dhe vëllezër, në çdo rrugë drejt Greqisë, ku jeton një shqiptar, rre një zemër për Shqipërinë. Ju jeni plaga, por dhe krenaria jonë. Jeni dhimbje, por jeni dhe besë dhe shpresë. Ju jeni drita jonë në kohë errësire dhe thirrja jonë për të mos harruar kur se kush jemi shqiptar të lirë, jemi njerëz lirë dhe në 11 maj do të votojmë numri 1 Shqipërinë madhështore. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqipërinë. Faleminderit. Tani është momenti për t'i dhënë fjalën kryetarit të degës Partisë Demokratike në Selanik, zotit Thimi Grinjoti. Tashi të flasim për shumë gjëra, i kemi folur, po unë në radhë të parë dua që i dashur doktor Berisha, mirë se erdhe në Selanik. Të nderuar deputet, të nderuar kandidat për deputet në Kuvendin Popullor, që të tërë do fitojnë, të nderuar miq të ftuar, që nuk kini rreshtur së ardhuri, nga Gjermania, nga Suedia, nga Athina, nga Anglia, nga tërë Greqia kanë ardhur. Përse kanë ardhur? Për të nderuar të madhin dhe gjigantin Sali Berisha. Unë jam shumë i lumtur, që do të zgjatem shumë, që në emër të Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike të Selanikut, të ecim hap pas hapi për të bërë një Shqipëri më të madhërishme, ashtu se thot edhe zoti doktor. I dashur profesor doktor Sali Berisha. Demokratët dhe gjithë shqiptarët kanë kohë që presin t'ju takojnë këtu në Selanik. Ne nga Korça di themi, Selaniku ta të pitë si që ka qenë dhe do t'jetë. Por, sot është ndryshe, se këtu në Vestnes është zoti Sali Berisha. Ju, zoti doktor, u ngritët nga iri si ai Feniksi për të zgjuar ëndrrën dhe shpresat e shqiptarëve, të emigrantëve që jetojnë këtu në Greqi. Të nderuar miq të ftuar,
do t'ju them vetëm një histori të vogël. Hiç asgjë tjetër. Këtu para 2-3 muajsh, në Selanik nuk ekzistonte urdhë folër më afër, sigurisht. Këtu para 2-3 muajve nuk ekzistonte degat e Partisë Demokratike. Por dërgovi, zoti Sali Berisha, dërguan shokët e tjerë, dërguan disa përfaqësues që, sidomos Ylli Aslani, Ivi Kaso, Andrea Mano, që krijuam një celul të vogël, ne thamë të ta krijojmë me 10 veta, po na erdhën 70. Mbas 2 javë na erdhën 400. Mbas një muaj gjysmë 2000, jemi 1000. Më 11 maj sa do jemi? Unë do ta mbyll vetëm me disa fjale që më ka thënë baba im ndjes pastë, ka qenë i vetmi profesionist në boks në vitet 30 në Shqipëri. Theshte kështu, një profesionist mund të ajë 1 goditje, 2 goditje, 3 goditje, 4 goditje, 5 goditje, por në fund fare me atë profesionalizmin e tij i jep vetëm 1 goditje dhe e shpije në numër 1. Fitore, roft Partia Demokratike. Tani, dua t'jap fjalën kryetarit Partisë Agrare Ambientaliste, zotit Agron Duka. Nderuar zonjë zotëri, i nderuar zoti Berisha, të nderuar pjesëmarrës. Unë jam krenar që më jepet rasti të flas për bashkëdhetarët e mi, të cilët vetëm me hekse s'kam ç'i bëj. Të cilët japin kontribut të dyfisht edhe në vendet ku punojnë dhe jetojnë, por edhe për Shqipërinë. Dihet që me remitancat që ju vazhdimisht e keni dëgjuar familjet tuaja, keni mbajt gjallë ekonominë shqiptare. Largimi i shqiptarëve, sidomos kohët e fundit, është bërë fenomen. Dhe ky fenomen, mendoj unë, përveç tjerave, është bërë edhe për arsye se korrupsioni nuk është më thjesht një fenomen, por është një formë qeverisje. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri që nëpërmjet korrupsionit të qeveriset vendi. Kjo i ka largu njerëzit nga vatrat e tyre. Duhet flas 2 fjalë thjesht për programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore për sa i përket bujqësisë, meqense unë jam kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste dhe ne merremi natyrisht me bujqësi, blegtori dhe mjedis. Ndryshimet ndërmjet nesh, pra opozitës edhe majorancës aktuale, pak a shumë të përfshirë në disa pika kryesore janë këta. Nëse sot buxheti i shtetit merr 1.7% të prodhimit përgjithshëm bruto dhe bujqësia si sektor jep 20%, ne pretendojmë, tentojmë dhe do mbajmë fjalën që do japim 3.5%. Pra, pothuajse 2 fishin e buxhetit. Nga ana tjetër, subvencionet për fermerët do jenë direkte. Që do të thotë, çdo njeri që merret me bujqësi dhe blegtori do të subvencionohet, jo subvencione në formë selektive. Një fermer i cili do të bëjë një aplikim. Përveç kësaj, bujqësia shqiptare fatkeqësisht 72% është informale. Dhe në këtë mënyrë 72% e fermerëve përjashtohen nga çdo lloj përfitimi, nga çdo lloj subvencioni në momentin real. Ne duhet ndryshojmë patjetër dhe kemi një program të vëshën e produkteve bujqësore dhe blegtorale në blerjen shitje. Sot, grumulluesit blejnë produktet bujqësore dhe blegtorale me 0% të vëshë dhe sheqin me 20%. Pra, në mënyrë të padrejtë, produktet tona ngarkohen me 20% çmimi dhe si pasojë janë drejtuar fermerët çmimit të importeve. Nga ana tjetër, natyrisht ka dhe shumë probleme të cilat zoti Berisha besoj do t'ja thotë edhe habitem që i thot më mirë se unë edhe këto të bujqësisë. Unë vetëm pak me bujqësinë, kurse ky ima me të gjitha dhe kalon nga takimi në takim. Do ju them vetëm 2 fjalë për sa i përket mjedisit. Është turpi i madh që Shqipëria është kthyer në një vend plerash, grumbullim plerash.
Cilësia e ajrit është rreth 40-50 fish më keq se sa norma e lejuar, si në Durrës, ashtu dhe në Tiranë. Pra, për të gjitha këta, për të mos e zgjatur, sepse si që thash, besoj që këto do thuhen akoma më mirë, unë ju ftoj që me 11 maj të votonin ndryshimin. Boll më duhet patjetër të ketë rotacion. Faleminderit. Tani është momenti për t'i dhënë fjalën kryetarit Partisë së Bashkimit të Drejtave të Njeriut, Zotit Vangel Dule. Miq të nderuar, të pranishëm në këtë takim madhështor këtu në Selanik, Doktor Berisha, jemi përpara dy alternativave. Së pari, ose do lejojmë të keqen e madhe që ka zënë shoqërinë, vendin dhe qytetarët tanë të na plakos një herë e përgjithmonë pa shpresë dhe pa të ardhme, ose ne të keqen ta shfarosim një herë e mirë nga trojet tona, familjet tona dhe jetët tona. Shpesher i shmangemi t'i vëmë së keqes emër. Përpiqemi t'ia faturojmë atë fatit dhe kështu me radhë. Në rastin ton e keqja ka emër, është Edi Rama. Dhe thëritemi të gjithë që më 11 maj ta shfarosim një herë e përgjithmonë këtë të keqe që për 12 vjetë kryeministër, për 12 vjetë kryetar bashkije, për 4 vjetë ministër i kulturës, po lë vendin, shoqërinë dhe qytetarët nga e keqja drejt më së keqes. Le ta shikojmë konkretisht këtë të keqje të ullur këmbëkriq. Zonja dhe zotërinj, keni lënë në vendlindje të moshuarit tuaj, prindër apo gjysh, po mendjen dhe zemrën e keni aty. Dërgoni për muaj parat që të mbajnë gjallë frymën dhe shtëpin hapur. U dërgoni ilaçet që të qëndrojnë në këmbë, për mes hallave të shumta shëndetësore, ekonomike dhe shoqërore. Dhe shikojeni se në çdo rreth, në çdo qark, po të kaloni dhe ju dhëtoni shpesh, kemi fshatra të braktisura, me të moshuarit tanë të ngelur vetëm, me shkollat të mbyllura, me qendra shëndetësore inekzistente. Dhe prandaj, ajo që ka filluar në Shqipëri me rikthimin e doktor Berishës, rikthimi i shpresës, ju duhet i jepni dimension, ju duhet i jepni dinamik, ju duhet i jepni atë ritmin që 15 ditët e ardhshme, askush, këtej nga Selaniku dhe nga gjithë vendet e Makedonisë të mos qëndroj në Greqi, po të vinë në Korçë, të vinë në Pogradec, në Elbasan, në Gjirokastër, në Vlorë, edhe më në veri, në Tiranë dhe deri në Shkodër, që të japim përgjigje që do të jetë zgjidhje, që do të jetë zgjidhje një herë dhe përgjithmonë. Jetoni në një vend që çdo orë ka një protest. Kudo, për çdo gjë, për rrogat, për kujdesin shëndetësor, për papunësinë, përse këtë frymë të demokracisë të mos e përcillni me praninë tuaj masive në zgjedhje, që edhe nesërmja e 11 majit të jetë edhe për vendin tonë, me në krye të qeverisë së re, zotin Berisha, një ardhme evropiane, një Shqipëri evropiane. Tani, kam kënaqësinë t'jap fjalën një zëri të fortë opozitar, zonjës Adriana Kalaja.
Kalimera Elada, Kalimera Thessaloniki, Kalosa zvrikame I patriotes mas. Të dashura dhe të dashur motra dhe vlezër. Ndjehem e lumtur, po dhe shumë emocionuar që kam nderin të flas sot përpara jush, pasi të secili prej jush gjej një pjesë Shqipërie. Sa herë kam ardhur në këtë vend, që ka pritur me bujarinë e tij si askush në botë popullin shqiptar, kam parë se si jeni integruar. E keni arritur shumë megjithse në vend të huaj. Kam parë se si fëmijët tuaj lanë një vend ku nuk kishin mundësi për t'u arsimuar dhe erdhën këtu me rezultate shumë të larta megjithse në dhe të huaj. Mirënjohje për sa shumë ka bërë populli dhe shteti grek, por edhe ju për kontributin e dhënë në këtë vend. Kudo ku shkel, dëgjon që flitet shqip, se ju ikët, por Shqipërinë e morët me vete. Ju ikët, por sytë e zemrën e mbajtët gjithmonë nga dheu dhe mëmëdheu juaj. Juve ju përzun, ju ndan nga fëmijët dhe familjet tuaja, por Shqipërinë nuk e harruat kur. Se kështu bëjnë bit dhe bijat për atin dhe mëmën e tyre. Jo kot Shqipërinë e quajmë edhe adhe edhe mëmëdhe. Ndaj sot, më shumë se kur, vendi ka nevojë për ju. Të ndëshkoni më vot ata që u larguan nga votra juaj e të shpëtoni Shqipërinë. Se Shqipërinë e shpëtojnë patriotët. Ju jeni patriotët që duhet të shpëtoni Shqipërinë. Se ju jeni patriotët që nuk e tradhtuat kur Shqipërinë. Sot më shumë se kur, ju, ne, bashk, historia na ka dënuar ta shpëtojmë Shqipërinë. Sot, ne, ju, bashk, historia na ka ngarkuar një mision të rëndësishëm. Ju patriotët e mi, e ne gjithë bashk, kemi misionin historik të kthejmë dinjitetin e çdo shqiptari e ta bëjmë Shqipërinë sërish zonjë. Ju jeni patriotët që do të shpëtoni Shqipërinë, se diaspora ka zgjedhur adheun. Ju ne bashk e shpëtojmë Shqipërinë. Ju ne bashk me programin e jashtëzakonshëm dhe gjithë përfshirës të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, ta bëjmë sërish Shqipërinë Madhështore. Bashk kaluam shumë në këto 4 vite të vështira, por ja dolëm. Ja dolëm se besuam te e drejta, te e vërteta, po mbi të gjitha, besuam te Sali Berisha. Ne nuk dolëm në krah të individit Sali Berisha, por të historisë që ka shkruar, ai me sukseset të jashtëzakonshme, ndaj dhe regjimi donte ta shuante. Bashk besuam, rezistuam, ja dolëm, bashk qëndruam, luftuam dhe fituam. Ne të pamundshmen e bëm të mundshme, se gjërat i bëm me zemër dhe zemrat si ju dhe ne na rreh për Shqipërinë. Këtë bëjnë bit edhe bijat në fakt për atin e mëmën. Ndaj çdo vote juaja është një përgjegjësi më e madhe për ne nesër. Çdo besimi juaj është motivi për të ecur e për të mos u ndalur derisa ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Fitoria ka filluar të shkruhet në diasporë dhe ajo do shpallet në Shqipëri më 11 maj. Bashk e bëjmë Shqipërinë madhështore. Zoti i bekof shqiptarët ku do ndodhen, Zoti i bekof Shqipërinë, fitore, fitore, fitore. Edhe një herë mos e nuk u dëgjova. Do fitojmë 11 maj apo jo? Tani, folsen e radhës, unë
U mundova ta përshëndes në fillim të takimit, po ishte pamundur sepse kishte pafund njerëz që vinin dhe e takonin dhe patjetër sepse ajo është antare e kryesisë Partisë Demokratike, është koordinatore për diasporën, zonja dhe zotrinj Josefina Topalli. Të dashur motra dhe vëllezër, para çdo takimi që gjatë kësaj periudhe, në muajt e fundit, unë kam bërë në diasporë, kam provu gjithmonë emocionet më të veçanta. Unë edhe këtu sot në Selanik, nuk ju shoh thjesht si bashkëadhetarët e mi. Unë ju shoh si pjesë e shpirtit të gjallë shqiptar që rreh në gjithë botën. Unë në fytyrën e secilit për jush, përveç sakrificë, unë shoh krenarin shqiptare, të burrit, të grus, të djalit, të vajzës që ka rithemelu jetën në një vend të huj përmes sakrificave dhe një historie të mbajtur në heshtje në shpirtin tuaj. Kushdo, që 30 vite më përpara, apo 25 vite më përpara, ka kalu mali, ka kalu natën e ertë, është fshehur pas një peme, duke pritur që ta agoj drita, dielli, duke jo dridhur zemra, apo me lot në sy, nuk është emigrant. Ai është një hero i heshtur i kohëve moderne. Dhe shumica për jush dhe prindve të ruj, janë herojt shqiptar të kohëve moderne. Unë sot këtu kam takuar nga Korça, nga Firi, nga Librazhdi, nga Durrësi, nga Dibra, nga Shkodra, nga Mirdita, dhe unë dua t'ju ftoj edhe një herë. Shumica për jush më thanë që ne jemi regjistruar dhe ne kemi votuar. Si motër, si vëllezër që ju konsideroj, si fëmijët e mi, si nipat e mi, në qoftë se nuk keni pas mundësi për të regjistruar dhe s'keni pas mundësi për të votuar, e janë një ditë në Tiranë, apo ku e keni qendrën e votimit në Dibër, në Durrës, në Korçë, në Gjirokastër, në Vlorë, për Shqipërinë. Një sakrificë tjetër të madhe, si keni bas sakrificën për familjen tuaj, edhe një herë për familjen e madhe të kombit shqiptar. Unë e di që me 11 maj, jo do merë një rrugën dhe do vini, sepse edhe sot këtu në këtë sallë, ka miq të cilë kanë bërë 5 orë me tren për të ardhur nga Athina, ishte një zotri tjetër që kishte ardhur nga Gjermania, ishte një tjetër që kishte ardhur nga një shtet tjetër, për të takuar, tha burrin e shtetit Sali Berishën që do e bëjnë ndryshimin e madh. As një dyshim nuk kam që fuqia e shqiptarëve që janë jashtë kufive të vendit është një fuqi elektorale jashtëzakonshme. Një fuqi, një blok elektoral e vetmja ndoshta që mund bëjnë ndryshim epokal në historinë e Shqipërisë. Dhe ne kemi nevojë për një ndryshim të jashtëzakonshëm. Jo vetëm për një rotacion, ne kemi nevojë për të rifilluar nga para një shtet, me ligj, me drejtësi sociale, me rroga më të larta, me shqiptar dinjitos, me shqiptar të çliruar nga Afrika. Ju e dini mirë se në 10 vitet e fundit të largohen 1 milion shqiptar, nuk është më çështje e migracionit. Ky nuk është më nocion emigrimi. Ky është nocioni i dëbimit të shqiptarit për të përjetësuar pushtetin ati që është sot në Tiranë. Dhe kur ik nga vendi, ka disa arsye. Mendojini mirë se ju e dini edhe më mirë se ne të tjerë. Largohen për të emigruar ato që janë në uri. Si ato të cilët kanë frikë nga pushteti dhe diktatura, si që ka ndodhur 30 vite përpara.
por largohen nga familja, nga toka, nga lagja, nga qyteti, nga vendi, edhe ato që nuk ndihen me dignitet. Ato të cilëve i mungon liria, ato të cilët pushtrohen, se në qoftë se nuk votojnë për pushtetin, ato nuk kanë asnjë shërbim nga shteti i tyre. Ndaj dhe ju thash, me 11 maj, ju jeni fuqia rotacionit, fuqia ndryshimit, dhe unë ju falënderoj për mbështetjen e jashtëzakonshme, për pranin tuaj, për këtë entuziazëm tuaj, Selaniko, ju dua fort. Faleminderit. Tani, dua që ta mbani gjallë entuziazmin ashtu si që keni bërë deri më sot, sepse kam nderin, kënaqësinë, të jap fjalën liderit koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur bashkëdhetar dhe bashkëdhetar në emigracion në Selanik, një përshëndetje të përzemërt për të gjithë ju, të pranishëm në këtë sallë, për të gjithë shqiptarët në emigracion në Selanik dhe në mbar Greqin, për të gjithë shqiptarët në emigracion kudo që janë, po një përshëndetje të përzemërt kam dhe për ata demokrat që janë sot në këtë sallë, erdhen nga veriu i Europës dhe 4 anë për të bashkuar me ju në këtë ditë të shënuar. Unë do përshtes këtu pranin drejtuese deks lokale të Partisë Demokratike në Selanik, të gjithë antarët dhe antarët e kësaj dege. Përshëndes drejtues të partive politike të koalicionit për Shqipërinë Madhështore. Kandidatët për deputet të këtij koalicionit pranishëm në këtë sallë. Një përshëndetje të përzemërt për miqt, punëdhënësit, bashkëpunëtorët tuaj grek dhe mirënjohjet pakufishme për mikpritjen e tyre ndaj jush. Falenderoj shumë ju shqiptarët e diasporës, me energjinë, me optimizmin, me entuziazmin, u shtruat de facto në udhëheqësit e fushatës fitores. Ju ushtruat në himnin e kësaj fushate. Energjia, entuziazmi, dashuria juaj për Shqipëri, ngrohu zemra dhe mendjet e mbar shqiptarve, dhe sot, kudo në Shqipëri zhvillohet një nga fushatat më të bukura të 32 viteve. Prandaj dhe viti 2025 do kthehet në muret e kohrave të kombit si viti diasporës shqiptare, do kthehet me germatarta, Zoti u bekoft. Të
dashur miq, kam pritur me shumë kënaqësi tu takoj sot ju në Selanik, Greqin mike, vend në cilin qytet dhe rrethina në cilin jetojnë mbi 60.000 shqiptar, kurse në Greqi mbi gjysmë milioni shqiptar. Miq, në një vend që jetojnë gjysmë milioni shqiptar, për një vend të tillë mirënjohja është e pakufishme. Është një vend mik, një vend të cilin ne i detyrohemi shumë për qëndrimin që ka mbajtur ndaj jush. Ndaj dhe Zoti e bekoft Greqin dhe kombin mik grek. Por dhe ju, keni ardhur në këtë vend drejt të panjohures. Keni ardhur si njerëz të guximit, si njerëz, burra dhe gra, që besonit ëndrës tuaj, erdhë të ndërtonin në këtë vend ëndrën, dhe jeni bërë sot një faktor i fuqishëm i jetës ekonomike, shoqërore, artistike, kulturore të këtij vendi. Keni emër të mirë anë kanë të Greqisë. Shkëlqeni në çdo fushë. Shkëlqeni në çdo fushë. Dhe më shumë, do të shkëlqeni në korat që vinë, një lloj si arvanitasit sot janë në të gjitha nivelet e këtij vendi, janë krenari për Greqinë, po janë krenari dhe për Shqipërinë. Marrëdhëniet midis dy vendeve dhe kombeve tona janë marrëdhënie miqësore, vetvetishëm. Marrëdhëniet midis fqinjve njohin gjithnjë ulje dhe zbritje, por duhet pranojmë miq, se akti i 2 viteve më parë i narkodiktatorit të Tiranës Edi Rama ndaj eurodeputetit Fredi Beleri është një nga aktet më të shëmtuara në historinë e demokracive europiane. Edi Rama përdori truket e vjetra të sigurimit të shtetit, përdori të njëjtit element për t'i rrëmbyer mandatin që i dhanë Fredi Belerit qytetarët e Himarës. Dhe kjo vetëm se Fredi Beleri nuk pranoi të shitej. Nuk pranoi të kandidonte për Edi Ramën. Jo, i tha, unë jam i djathtë, unë nuk tradhtoj ato parimet mia. E vërteta është se prapa qëndrimit antikushtetues, qëndrimit shkelmimit të kartës europiane të drejtave të njeriut, që mbajt nga i Fredi diskriminues. Pse diskriminues? Çdo njeri tjetër para Fredi Belerit që ndodhej në i burgosur është lejuar të bëj betimin, sepse kushtetuta nuk e lejon të bëj betimin. Kurse Edi Rama mori çdo mas kundër tij në kundërshtim me kustetutën, sepse e dinte që nga 225.000 metër katror tokë që po grabit të manastirit të Skutaras dhe në Gjipe, kanjonit të Gjipes, Fredi Beleri s'do t'i jipte as 1 metër katror. Fredi Beleri do mbronte pronat e bashkëfshatarëve, bashkëqytetarëve të tij. Kjo është e vërteta. Po pse u ndala këtu? U ndala këtu se u ndala këtu miq, se çfarë është aftë për të treguar se çfarë është aftë mafia për interesat veta të bëj, të sakrifikoj, të dëmtoj pavarësisht statusin
e gjys milioni shqiptarve, marrëdhëniet me fqinj të cilat janë gjithnjë shumë të rëndësishme për interesa mafioze personale. Ky është Edi Rama, miqtë e mi. Të dashur miq, Shqipëria këto 12 vite ka njohur të këqija që nuk i marrë mend në tërë historinë e saj. Kur asnjë pushtues, asnjë epidemi, asnjë zi buke nuk ka arritur në 10 vite të paksojë shqiptarët me 45% të kombit, siç ka arrit regjimi Edi Ramës. Dhe ju jeni dishmitar se ai arriti me dhunë, arriti me varfëri, arriti me përçmim dhe me poshtrim të shqiptarëve. Të dashur miq, qëndrimi juaj, qëndrimi i shqiptarëve në 11 maj është shpëtimtar, është vendimtar për të sotmen dhe të ardhmen e kombit tonë. Ju lutem, mendoni për një moment ku jemi ne sot shqiptarët. Se çfarë të ardhme kemi ne sot, një komb i cili nga viti 2019 deri sot ka më shumë vdekje se lindje. Një komb i cili sipas Organizatës Kombeve të Bashkuara javën e kaluar ka për shkak të migracionit lindshmërinë më të ulët në botë. Një komb i cili në qytetin e Ersekës 2 vite më parë pati vetëm një lindje. Vetëm një lindje. Një komb që shkollat i mbyllën njëra pas tjetrës, u shdruan shkollat miq, si dikur zyrat e kooperativave bujqësore kur ra sistemi kolektivizimit, dhe ato u mbyllën se ishin të këqija dhe duheshin mbyllë, po shkollat, institucionet e drejtësisë së edukimit, pse mbyllen? Mbyllen sepse s'kan nxënës, nuk kanë nxënës. Mbyllen se mbeten me një nxënës. Se kanë vitin 2030 në klasë të parë do ketë vetëm një nxënës. A nuk është ky një kushtrim? Një kushtrim për çdo shqiptar që i thot vetes shqiptar, kudo që ndodhet, nga Afrika e Jugut në Polën e Veriut. Nga njëri skaj i Bosnës në skajin tjetër, nga një anë e Greqisë në anën tjetër, që me 11 maj të jap kontributin e tij për shpëtim në Shqipërisë. Qindra mijëra për jush, shqiptarë në diasporë jeni regjistruar. Zoti e bekoft votën tuaj. Por Shqipëria ka nevojë për votën e qindra mijëra të tjerëve nga ju, që të vërshoni drejt saj dhe me 11 maj, në qendrat tuaja të votimit, të firmosni për mbysjen e narkoshtetit, fitore e demokracisë. Të firmosni miq. Të firmosni miq për të rikthyer Shqipërinë shqiptarëve. Të firmosni miq për të rikthyer rinin kombit shqiptar. Të firmosni për të shpëtuar Shqipërinë dhe shqiptarët nga katastrofa në cilën po rrokullisen. Firmosni për të vendosur demokracinë, që askush mos mendojë ndonjëherë për të marrë mandate politike deputetëve, kryebashkiakëve, për të arrestuar liderët e opozitës për të marrë mandatin për vete. Të firmosni miq se çfarë ndodh sot në Shqipëri.
dram si Shqipëria nuk ka pësur në idhën tjetër në Europë pas rënjës perdes hekurt. Në Shqipëri 12 vite, s'po ju flasë se ju e njifni se ku ishte Shqipëria e varfër, por ama në vitin 2013, kur u dorëzuan qilsat, shqiptarët në ato rrogat ulta po ishin më të lartat në rajon, me pensionet ulta po ishin më të lartat në rajon. Shqiptarët s'po paksoheshin për kundrazi 180.000 qytetarë shqiptar nga diaspora dhe emigracioni po ktheshin dhe u kthyen. Numri i shqiptarëve në Shqipëri po rritej çdo vit. Pra kombi kishte rini, pra kombi kishte ëndër, se pa rini as ka ëndër, as ka të ardhme. Dhe në këto Si ndodhi miqtë e mi, këtë bim masiv i shqiptarëve nga Shqipëria. 2 rrugë, e para, ju kujtohet kur dilte i biri i xhelatit. I them kështu, sepse jati ti ka firmosur varjen litar të Havzinelës. Jati ti ishte skulptor, pra në aparencë njeri i artit, po ky njeri i artit firmosi varjen në litar të një njeriu të poezisë dhe letrave, vetëm e vetëm se me poezitë e tij sulmonte regjimin të cilit i shërbente. Pra, ky njeri, ky pasardh si ti, mos e harroni, dilte nga ekranin në ekran me hekura në dorë. U tregon të shqiptarëve hekurat. Cilë shqiptarëve? Atyre që s'kishin paguar faturën e energjisë elektrike. Atyre që s'kishin paguar ujnë. Po ato ishin çështje civile. Asnjë vend në botë nuk i zgjidh me hekura. Çështjet civile zgjidhen me çështje civile. Dhe ky burgosi 37.000 shqiptar vitin e dytë të qeverisës tij. Enver Hoxha ka burgosur me statistika gjithsej 17.000 shqiptar në një vit. 37.000. Rafshoj rrugë dhe rrugica tëra, biznese, banesa, çdo gjë. Hikuni, tha, nisuni. Shqipëria s'është për ju. Dhe pastaj këta njerëz që mirën rroga dhe pensione më të larta, këta po bëhen çdo vit më të varfër. Po si mundet? Po, çmimet rriteshin, rrogat nuk rriteshin. Çmimet rriteshin, pensionet nuk rriteshin. Sofra paksoi. Dhe prindrit tuaj, gjyshrit tuaj, detyrohet tu thoshin, djem, vajza, mirë rrugë, paçi fatin tuaj, gjeni fatin tuaj se këtu s'ka më. Dhe kjo është e vërteta. E vërteta është sot një pensionist në Shqipëri që në vitin 2013 mirëte 143.000 lek, mund të blinte me ato 143.000 lek, sa që blien sot me 390.000 lek. Pa u rritën pensionet në 390.000 lek. Pensionet u rritën o miqtë e mi, vetëm 172.000 lek. Nga 123.000, kaluar në 172.000. Por në Malizi kishte pensionet 138.000 lek. Sa merë sot Malazezi? 450.000 lek. Pse? Sepse qeveria çdo vit kur ndan parat, ja u kthen një pjesë të mirë qytetarëve, ja u kthen në rroga, ja u kthen në pensione,
ja u kthe në shërbim shtetësor, ja u kthe në shkolla, ja u kthe në shërbime tjera, ja u kthe në subvencione, kurse këta i ndaj njëri me tjetrin o miq. A lexoni ju çdo ditë se si tendrat fitohen nga familjarët të njëri tjetrit? A lexoni ju çdo ditë se si zhduken, se si rrugë ndërtohen me 10 fishte çmimit? Lexoni ju se si zhduket djegësi i Tiranës, 130 milion euro me firmë të Edi Rams, dhe se ekziston në mas nishan, sepse milionat i ka marrë vetë Edi Rama me firmën e tij. Pra, çfarë ndodh në vendin tuaj? Si ka mundësi që njerëzit tuaj varfrohen nga vit në vit dhe jetojnë, mund të mbijetojnë falë ndihmave tuaja? E gjitha kjo vjen se çmimet shkojnë në stratosferë. Euro ka rënë për tokë. Euro është vlerësuar 35%. Imagjinoni, sot 100 euro që ju dërgoni kushtojnë 35 euro më pak se që kushtonin 10 vite më parë. Po pse? Se vërshojnë narkoj eurot. E në gjoni atë, do më thënë, do bëj dhe amnistin e tyre në mënyrë që mirë, po kjo rreth xhepat tuaj, rëndon familjet tuaja. E gjitha kjo krijoi një teren. Shqipëria nuk jetohet. Pa ka vetëm më të pasur se Shqipëria, ja u them unë ju. Në Europë nuk ka absolutisht asnjë vend me pasurit prallore, nën toksore, mbi toksore që ka Shqipëria. Shqipëria është vendi që mund të pasuroj qytetarët e saj më shpejt, më shumë se çdo vend tjetër. Por Shqipëria vidhet në pasuritë e saj ndajnë nga qeveritarët, narkotrafikantët. Miq, ndaj dhe ne vim tek ju me një program i cili brenda 100 ditëve merr përsipër që prindit tuaj, gjyshrit tuaj, familjarët tuaj që janë në skamje, t'i nxjerr brenda 100 ditëve nga varfëria ekstreme. Vendoset në Shqipëri minimumi jetik 200 euro, nuk do ketë pension në 200 euro, nuk do ketë, por sot, 56% të pensioneve janë ndën 172 euro, 56%. Sot, njerëzit në ndihmë, qytetarë ndihmë ekonomike marrin ndihmë 60 euro qesharake. Sot, të pa punë të marrë një ndihmë qesharake. Pra, nuk do ketë shqiptar që do firmos ndën 200 euro. Rroga mesatare rritet në 500 euro. Rroga minimale, rroga mesatare në 1200 euro. Dhe këto janë vetëm starti për të dalë si që ishim në krye me rrogat dhe pensionet të vendeve të rajonit. Por miq, Made in Albania është shtyllë kryesore e Shqipërisë madhështore. Prodhimi në Shqipëri është kushti i gjitha kushteve që Shqipëria të ngrihet lartësinë e madhështisë saj. Ndaj dhe jam këtu për të ftuar ju, çdo emigrante dhe emigrant, në Greqi dhe kudo që ndodhi, planifikoni të ktheheni në Shqipëri, të investoni në Shqipëri, ju a fjalen, se 5 vitet e para nuk do të keni asnjë taks. Ju ja fjalen.
ju jap fjallën se cili nga ju që kërkon mbështetje do ketë kredi të buta dhe grante për biznesin e tij. Do ketë kredi të buta për strehimin e tij. Sikundër zotohen para jush se taksat për shtëpitë tuaja në Shqipëri do të zerohen, gjersa ju të kthehin në to. Nuk do u marrë kush taksa ju. Jo. Makinën e parë do ta sillni pa taksa në Shqipëri. Do ketë lehtësira të tjera. Miq, për të shpëtuar vendin duhet jemi serioz. Duhet një politik demografike jashtëzakonisht e fuqishme. A mund të imagjinoni ju ku do jemi ne pas disa vitesh me treguesin e lindshmërisë më të ulët në botë? Ne do jemi në shkurje, mos kemi iluzion. Të bëhemi duhet të jemi të vërtet. Pra, rikthimi i të gjithë shqiptarëve që kanë mundësi të rikthehen nga emigracioni do të jetë kusht për të shpëtuar Shqipërinë dhe Shqipëria ka çdo mundësi për të krijuar çdo kusht atyre që të kenë sukses, të ndërtojnë ëndrrën në vendin e tyre. Një politik demografike e veçantë do të bëhet. Çdo çift i ri do ketë një grant për çatin e tij. Me atë grant do paguaj interesat e kredis dhe nëse ai bëhet me fëmijën e tretë, kredit do e paguaj shteti çdo gjë që i ka mbetur. Çdo fëmijë do ketë bonusin 70 euro fëmija i parë, 60 euro fëmija i dytë, dhe shpenzimet nga linja gjerë në 23 vjeç, fëmija i tretë. Kombi me çdo çmim duhet të kthehet në rininë e tij. Është detyrimi më madhor i çdo shqiptari, është kushtrimi më i thellë i sotëm dhe gjitha kohërave për të rikthyer shqiptarët në rininë e tyre. Miq, theksoj përsëri se ju pra, ky vit është viti juaj, sepse entuziazmin, energjin pozitive, besimin, dashurin, tuaj e induktuat në çdo skaj të Shqipërisë. Dhe sot fushata jonë, kudo, është fushate fitores, fushate optimizmit, fushate ngallëzimit. Ndiqeni! Ndiqeni! Ndiqeni fushatën tjetër. Fushata tjetër është fushata e poshtrimit të qytetarëve, është fushata e mashtrimit të shqiptarëve, është fushata ku burreci 2 metra gjatë
i tremur gjerë në palës. Flet çdo mëngjes. Flet çdo mëngjes me veten e tij. Shan turfullon. Fjalori ti. Fjalori ati që urren shqiptarët. Çryk, autik, buf, hardhuc, zhapi, budalla, një fjalori turpshëm, një fjalor me të cilin, një lloj si hori që kërkon të gjëjë shte, kudo, përpiqet të gjëjë shte në banalitete, për të shtuar përgjegjësisë që ka ndaj jush. Qytetarë dhe qytetarë diasporës, kur mos harroni kapshticën, se si ky pa shpirt, se si ky pa nder, se si ky antishqiptar, ju la ju në tokën e askujt në Kapshticë, në kohën e Covidit. Në kohën e Covidit. 4 dit, lart shqiptarët, akt i cili në të gjitha konventat ndërkombëtare të organizatës kombeve të bashkuara përbënte krim kundër njerëzimit. Ky është miqtë e mi, fushata jonë është teprore, sepse ne vim me program. Ai vjen me sharje shpifje, ai bën klonin, bën çdo gjë, vetëm që të maskoj 130 milion euro të vjedhur me djegës e Tiranës, të maskoj 8300 metër katror dhe vilen 2 herë sa e në Vërhoxhës në Surrel, në një kohë kur kishte deklaruar gjithsejt 3800 euro. Do të maskoj 120 milion euro gjobë që u vuri shqiptarve duke përzën beketin, sepse televizioni ti e kritikonte. Do të maskoj 121 milion euro që shpenzon udhëtim me avion taksi, shishet 33.000 euro Romane Konti që hapë për qefet e ti. Do të maskoj 224.000 metër katror tokë në Gjipe. Do të maskoj 38.000 metër katror tokë që i dha vllaut të ti. Do të maskoj aksionet e vllaut të vetë, apo të vetat, në hotele 100 milion që të ndërtuara nga kompania 5D bashkisë. Miq, për të maskuar gjitha këto, për të maskuar gjemën që u bëri shqiptarve, që i vidhisi në holët e varfrisë, për të maskuar dëbimin masiv të tyre, është i aftë të bëjë çdo gjë. Por 11 maj pa afron, është ora jonë, është dita jonë, dhe me 11 maj shqiptarët do të vërshojnë nga toka det i ajri drejt Shqipërisë. Fushat e ti, ne dalim para shqiptarve me Krisla Sivitan, një nga krye strategët e fitoreve në botë, a i del para shqiptarve me vullnetësinen. Me vullnetësinen. Hajdutin që helmoj Shqipërinë me salmonel në punave. Në fakt dhe vetë e Ramën, të që ta dini ju këtë. Se, ja u thëmu ju, po. Dhe u tha, dhe u tha mjekve se e kam nga breshka, më ka nga breshka. Po, pra, ja ku kam betur, shko në Korçë dhe përdorat
po se atëm fare emrin ati, se a i smeriton. Peleshi ti, për të mendon se tani e gjeta. Në Korç, arrita të ble edhe Ilir Vrenosin. Ilir, ti u bërë stari kësaj fushate, se përfaqësove shqiptarin e vërtet, përfaqësove njeriu në thjesht, tregove se karakteri, nderi dhe integriteti janë kryesore për çdo njeri dhe ja theve hund në Korçë dhe në Shqipëri. Të falenderoj shumë në emër të gjithë këtyre emigrantëve. Ndaj dhe të bashkohemi. Ju bëj thirrje çdo qytetari që është regjistruar për të votuar. Asnjë vot Edi Rams, asnjë vot për ata të cilët po zbrazin Shqipërinë, po mjerojnë Shqipërinë, po ndajnë pasuritë e saj. Çdo vot për ndryshimin, çdo vot për Shqipërinë madhështore, është radha jonë, fitore, rrëf shiu, rrëf Shqipëria, rrëf Greqia, Zoti bekoft kombet tona, fitore. Doktori Ema, ekzemplari kom, o zoti Berisha, ekzemplari. Doktori Uron, Ema kuj kinisa, në Rama i.
Shqipërisë.